Vetëm diçka se ishte një pyetje. Zoti Smakiçi, kam një pyetje për Halilajn, i cili tha se ne di me çfarë gjykate kemi të bëjmë. Pse, a është kjo një deklaratë dëmshme, edhe që ndikon besimin ndaj institucioneve të drejtësisë? Deklarata jam kur, unë jam një qytetar. Besim ndikojnë vendimet e gjykatës që shumë herë më banë. Në fakt, jo vetëm ju, këto deklarata vijnë edhe nga pushteti. Jo nga pushteti. Shqyqë vlerësimin e gjithë mekanizma ndërkombëtar. Shqyqë vlerësimin e ambasadës amerikane dhe britanike, ku thënë Kosova ka një sistem të kalbër prokurorial. Kur dëni ju, e thëni kryeprokurorin, dhe ballafaqojnë me to. Nëse nuk mu ja provoj këto, unë kam e kërku mundit prangat. Ka njerëz që ndiqen për vepra që nuk ekzistojnë fare në kodin penal, që nuk kanë ndodhur, as në kohën e regjimit nuk kanë ndodhur. Po zotëri, ti din konkret rastet. Ka njerëz që ndiqen pas një ankus, ka njerëz që ndiqen pas një provë, ka njerëz që kur ta vujnë dënimin pastaj shpohet pafajshëm. Kush janë ata njerëz? A kam qenë njëri prej tyre për 6 vjet. A jam ndjek për vepër që s'ka ekzistuar fare. Vetëm qëllimi, se nuk pa duhet ashtë me personalizuar misionin. Vetëm qëllimi i bandave të klanet pronto dhe shikut hajta diskreditojmë. Unë jam njëri prej tyre. Le të vijë kryeprokurori kur do mballafaqoj me to tamam juridikisht, me një kulturë të lartë juridike. Nëse ka guxim në aspektin moral, pa thamë, jo, tjera se unë nuk e rrezikoj kërkonin. Atëherë unë kam javë dorë mirë, po asnjëherë nuk e morën guximin, pse e din që kanë vetë brenda prokurisë. Një prokuri e cila ndikohet vetëm prej media, prej shoqata organizata, ndërsa kur i shkojnë ose në apel i bin krejt, ose në supreme, pse? Gjykata apelit dhe gjykata supreme pastaj vendosin bazë aspektit normativ dhe ligjor, jo në bazë të aspektit filozofik e politik. Zoti Halilaj, ju nuk e shihni të arsyeshme që nëse ka një artikull të botuar dhe që ka dyshime në lidhje me diçka prokuroria mos më e marr parasysh atë artikull? Jashtëzakonisht parasysh është sektori i analizës brenda policisë të Kosovës që ekziston, duhet të bëjë analizë. Ndoshta është bërë analizë. Pe pramshet ose prej sodit, jo. Mirë edhe unë përgëzoj nëse ka arrit aspektin e rekord me bëjë atë analiza. Mirë, po çka kur po dalin njerëzit pa fajshëm. Pse duhet të bëjnë gjë gjykim publik gjithaj me çëra ose kaq mediale kur jemi në fazën fillestare të hetimit, në fazën e parë procedurës apo në fazën parapenale. Do thotë zhvillo hetime, krye punën, po mos bën spektakël. Ne e shohim gjykata speciale sa punë kryen dhe nuk shihen as veprimet e tyre, veç kur ndodh rasti. Po le të bëjmë në kulturë juridike. Ti zhvillojmë hetime, te kryejm punën, po pse ti trazojmë njerëzit? Ata njerëz kanë familje, ata njerëz kanë gra, kanë fëmijë, kanë prind. Pse ti diskreditojmë njerëz? Kemi ardhur në një situatë